Mirëmbrëma dhe mirë se veni në edicionin e radhës të emisioni 60 minuta. Brenda pak muajsh, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të organizojë edhe një proces të rizgjedhor pas atyre të nënshkurtit. E për të kuptuar nëse janë adresuar sfidat e problemet me të cilat u ballafaqua ky institucion në zgjedhjet parlamentare, pas pak në studio i kuptoi në intervistën me zëdhënësin e KQZ-s Valmir Lezen, cilat janë risi që i adreson ligji për zgjedhjet e përgjithshme të cilat mund të reflektojnë në zgjedhjet lokale, si do të shkojë procesi votimit, monitorimit e numërimit dhe apritet që përsërit përballemi me vonesat e problemet në publikimin e rezultateve të zgjedhjeve, të gjitha këto i kuptojnë pas pak, por fillimisht ju sjellim lajmet kryesore ditës. Kryhen testime në urën e Ibrit në Mitrovic. Qeveria në detyrë thotë se është e painformuar se nga kush po kryen ato. Kurti thotë se opozita është fajtore për gjatjen e mandatit të tij si kryeministër, pavarësisht faktit se nuk ka një marrëveshje për këtë, thotë ai. Zëria mohon se është pezulluar dalja në treg të lirë, sipas saj vendimi komerciales ka të bëjë vetëm një biznes. EPDK-ja përmes padisë kërkon anulimin e vendimit për liberalizimin e tregut lirë. Izraeli nuk do sulmojë më Iranin pas bisedës së Netanyahut me Trumpin. Trump thotë se nuk po kërkojë ndryshim të regjimit në Iran. Kamione, mjete të ndryshme dhe instrumente për matje gjeodezike janë parë mbi urën e Ibrit në Mitrovic këtë të martë. Përderisa po kryen këto testime, qeveria në detyrë ka thënë se nuk është e informuar se kush po i kryen ato. Zëvendës ministri në detyrë infrastrukturës Hysen Durmishi ka thënë se ministria i ka kryer testimet vitin e kaluar, e se për testimet e sotme nuk janë të informuar se nga kush po kryen ato. Koha ka dërguar pyetje në adresë dhe të Bashkimit Evropian, por deri në këto momente nuk ka marrë përgjigje. Ura mbi Ibër është e hapur vetëm për kombësor. Mbi këtë urë qëndrojnë forcat italiane të KFOR-it. Vitin e kaluar, qeveria njoftoi se planifikon ta hapë dhe menjëherë pati reagime nga bashkësia ndërkombëtare. BE-ja pati thënë se çështja e hapjes së kësaj ure duhet të jetë temë e dialogut Kosovë-Serbi. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka fajzuar opozitën e mandatit të kaluar që ai është në qerekun e 2 të vitit të 5 të mandatit të tij të plot. Duke folur për ngërqjen në kuvent me rastin e nisjes së punimeve për ndërtimin e depos së re të Barnave, Kurti theksoi se çdo opozitë demokratike në botë përveç asaj në Kosovë përpiqet që t'ia shkurtojë mandatin ekzekutivit. Dikush edhe mund të mendojë se kemi marrëveshje. Ne si qeveri në detyrë kemi marrëveshje me opozitën aktuale që të shndrojmë sa më gjatë në pushtet, por kjo nuk është e vërtetë. Unë nuk kam shpjegim racional për këtë sjellje nëpër të cilën po kalojnë institucionet e Kosovës, në veçanti kuvendi i pathemeluar pasi qeveria është në detyrë. Ne kemi më pak kompetenca, por njësoj punë. Sa më herët që konsumojmë kuvendin me votim të fshehtë, aq më shpejt do të jemi te qeveria e re, është shprehur ai. Kurti shtoi se tabori tjetër politik ka rastin që testojë nëse i ka votat për formim të qeverisë së re tek pasi që të konstruohet kuvendi. Albana dhe zë mikrofon. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se ka përfunduar afati për koalicionet për zgjedhjet lokale. Për zgjedhjet e 12 tetorit janë deklaruar 2 koalicione, ndërsa 5 parti janë tërhequr nga gara. Në mbledhjen e KQZ-s këtë të martë, përfaqësuesit e partive politike janë përplasur lidhur me ndarjen e buxhetit. Ata kanë kërkuar sqarime nga qeveria lidhur me mosndarjen e buxhetit për kërkesat shtesë të KQZ-s. Antari KQZ-s nga PDK-ja Ilir Gashi ka thënë se mungesa e miratimit të buxhetit nga qeveria mund të ndikojë negativisht në organizimin e zgjedhjeve. Por Alban Krasishi nga vetëvendosja është kundërpërgjigjur Gashit, duke thënë se nuk është e vërtetë që qeveria nuk e ka ndarë buxhetin, sipas tij çështja qëndron te kërkesat shtesë buxhetore. Por debati mes tyre vazhdoi me akuza të ndërsjella. Përveç kësaj, në mbledhjen e KQZ-s u vendos për emrimin e 216 anëtarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve në 38 komunat e Kosovës, të cilët përfaqësojnë subjektet e ndryshme politike.
Pak orë pasi Oda Ekonomike e Kosovës ka njoftuar se gjykata komerciale ka vendosur për pezullimin e njoftimit të zyrës së rregullatorit për energji lidhur me daljen e detyrueshme të bizneseve në tregun e energjisë të lirë elektrike, ZRE ka thënë se bëhet fjalë për vetëm një biznes dhe jo për pezullim të plot. Në njoftimin e Odës është kërkuar nga ZRE që t'i ndalë veprimet që të mund të ndikojnë negativisht në funksionimin e bizneseve. Oda ka ftuar ZRE-n për bashkëpunim të ngushtë për të hartuar së bashku një fazë tranzitore të drejtë dhe të zbatueshme. E i kontaktuar nga koha, kryesuesi i bordit të ZRE-s Gjymer Fejzullau ka thënë se bëhet fjalë për një rast të një biznese. Bizneset patën organizuar edhe protesta në kundërshtim të vendimit të ZRE-s që ka hyrë në fuqi më 1 qershor. Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar në gjykatën themelore të Prishtinës padin ndaj zyrës së rregullatorit për energji, duke kërkuar që të anulohet vendimi për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Ky vendim sipas PDK-s u mor në mungesë të një procesi të drejtë të bazuar ligjërisht dhe gjithëpërfshirës. E sipas kësaj partie tashmë ka filluar të prodhoj pasoja të rënda edhe të pakthyeshme për mbi 1300 biznese vendore dhe mbi 140.000 punëtorë të këtyre ndërmarrjeve. E në ditën kur nga vetë naftëtarët u lajmërua ulja e çmimit të derivateve, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka nënshkruar vendimin për caktimin e marzhës së fitimit për naftarët. Sipas vendimit, marzha tregtare maksimale e lejuar është 2 cent për litër për shitjet me shumicë dhe deri në 12 cent për litër për shitjet me pakicë. Vendimi parashën mbikëqyrje të shtuar nga Inspektorati i Tregut. Një person ka humbur jetën e 2 të tjerë kanë pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur të martën në rrugën Prishtinë-Gjilan. Zëdhënësia policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka thënë se vdekja e viktimës është konfirmuar në vendin e ngjarjes nga ekipi mjekësor. Të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor. Aksidenti ka ndodhur në mesditë në mes të 3 veturave, në mes të 3 automjeteve, 2 vetura dhe 1 kamioni. Rreth 280 punëtorë të sigurimit në QKK kanë mbetur pa kontrata pune pasi tenderi për sigurimin fizik është anuluar nga OSHP-ja. Derisa të lidhet një kontratë e re, sigurinë e objektit po e mbulon përkohësisht Policia e Kosovës. Gjatë së martës, punëtorët u takuan me menaxhmentin e QKK-s, por nuk rezultoi me ndonjë marrëveshje. Rreth 280 punëtorë të sigurimit në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë mbetur pa kontratë pune. Pas anulimit të tenderit nga organi shqyrtues i prokurorimit pas ankesave nga disa operatorë, Shaib Hajrizi, një nga punëtorët e sigurimit, thot se kjo situatë është përsëritur prej vitit 2023. Sipas tij u është premtuar pagesë për orët shtesë, por ato nuk janë realizuar. Na kërkojmë, se cila kompani, kusht e merë. Nuk jem na që vendosim për kompani, po tjetë e ndërgjegjshme. Ti përmbahet kontratës, pushim vjetor nuk jem hiç. Ne kena fituar për shembull, na kanë thonë kemi fituar për 6 muaj, pushim vjetor nuk u takon. Unë jam që 26 vjetor. Çish s'u takon mua pushimi vjetor. Edhe Hajris Qiriqi ka thënë se atyre po u bëhet padrejtësi. Gjysën e parë neve na i merr privatnike. Do me thonë, me verë që i marrë 700 euro me morën, i marrë 390 euro, 400 euro, rrodhë herë që i morën. Punëtorët të martën së bashku me kryetarin e sindikatës së pavarur të sektorit privat, Jusuf Azemi, takuan drejtorin e përkohshëm të QKK-s, Osman Hajdari, por aty nuk u arrit ndonjë marrëveshje. Pas përfundimit të takimit, drejtori deklaroi se përkohësisht sigurinë në QKK do ta mbuloj Policia e Kosovës. Kom kërku nga Policia e Kosovës që gjatë kësaj periudhe deri ta finalizojmë një kontratë të re, ata me qenë në kujdes të objekteve sa i përket sigurisë fizike edhe të personelit edhe gjithë, pasi që është një organizat me 3-4.000 punëtorë. Kryetari i sindikatës së QKK-s Hakif Sulejmani tha se punëtorët deri tash kanë qenë të pambrojtur.
Ndërsa Jusuf Azemi nga sindikata e sektorit privat tha se derisa të nënshkruhet kontrata e re, punëtorët nuk do të kthehen në punë. Edhe të gjithë punëtorët i kom pas të rrezikuar në përpika. Kurse pa në thonë s'mund edhe me nejnë punë. Po edhe pa kontratë s'mund me nejnë punë. Tani, si sindikat është vendim imi që gjitha punëtorë do të shkojnë në shtëpi dhe do të qëndrojnë aty derisa të nënshkruhet kontrata e re. Pas vendimit të OSHP-s që KUK-ja ka njoftuar se kontratën e lidhur para më shumë se 2 muajsh për sigurimin fizik të objekteve ka shkëputur. Në njoftim theksohet se ky institucion ka ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të lidhur një kontratë të re. Punëtorët e kompanisë pastrimit të Martën nuk kanë dalë në teren për të kryer operimin edhe pasi komuna ua ka kthyer borxhin e arktimit. Ata s'po pajtohen që më operatorë të tjerë ekonomik t'i ndajnë llotet e operimit. Punëtorët thanë se po kërkojnë të punojnë në zonat ku kanë punuar deri më tani. Kryeshefi i kompanisë Petrit Reqica ka ripohuar që mbeturinat e gjithë kryeqetit do të mblidhen vetëm nga pastrimi. Komuna e Prishtinës me ndërmjetësim ka bërë kthimin e borxhit të arkëtuar te kompania regionale për mbledhjen e mbeturinave pastrimi. Mirë po as kjo nuk ka mjaftuar që punëtorët të kësaj kompanie të Martën ta vazhdojnë punën. Ata kanë protestuar para objektit të ndërmarrjes, duke thënë se nuk pranojnë që të tjerë operator ekonomik që janë kontraktuar në muajin maj nga komuna të operojnë në qendrën e qytetit. Ata akuzuan menaxhmentin për bashkëpunim me komunën. Unë jam qaj që ku mbrojt me luftë që të venë, se këtu i shfolë sërbisht, e tash për mbrojt me punë. Nuk ko bje në unë që manual punën. Na, ku që s'kena lyp, kur s'kena lyp, veç punën tonë, me na leju me punu. S'kena punu që një të përvjet. Mas më në pengu, ku që tjetër? Ku që tjetër? Ditën e mirë. Këto dëllavere që i neve na i ka kthyer vendimin që kota për vendimet për me konë na kryesor që të me operon Prishtinë, nëse na kem nevojë. Jo s'kem shka më gut na. Ku që s'nas? Ne hajtë kam dhëna pra. Sinani thot se hallin e vetëm e ka në humbjen e vendit të punës. Na kem hallin tonë punës, që pa drejtësisht pe hupun punët. Gjerë sa juën, këto janë për mi 500 vjetë që mërë rrugë pa punuet. A na që punuem jem 200 vjetë, për muem që pe halom, po lypin për një ma shumë. S'kem ku me shku për të asoj. Kryeshefi KRM Pastrimit, Petrit Reqica, deklaron që mbledhja e mbeturinave do të bëhet vetëm nga pastrimi për të gjithë kryeqytetin. Problem pak në pastrim më nuk ka, na realisht kemi arrit me siguru naftën, po besoj nga sot kemi me dal me kry terenin. Po besoj arsyeja pse se ndal ende është për shkak se është kërkuar një takim edhe nga ana e komunës, sigurisht edhe na kemi me kërkuar një raport të detajum operatori privat çka ka kryer shërbim dhe çka ka mbet pa kryer shërbim, sepse ndërmarrja jon tash e tutje do të fillojë të kryej shërbim në tërë territorin e Prishtinës. Reqica ka pranuar se punëtorët e ndërmarrjes kanë pakënaqësi me operimin e operatorëve të tjerë. Realisht ka qenë pakënaqësi çdo herë e punëtorëve tonë, sa herë që është diskutuar operatori privat. Ne po e presim të shumë, nuk është çështje jona mo operatori privat, sepse as nuk e kemi angazhuar ne dhe as nuk është kërkuar nga ana jon ndonjë miratim. Është angazhuar nga komuna, ata le të rregullojnë sido që tjetë, ne sigurisht do të kryejmë shërbim në tërë territorin e Prishtinës, ashtu siç e përcakton rregulloria. Gjykata Supreme në fillimin e muajit qershor ka marrë vendim që të mbetet në fuqi rregulloria që përcakton që shërbimi mbeturinave të paguhet direkt në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi dhe jo në komunë.